Italia merr kryesimin e Bashkimit Evropian në janar të vitit 2026. Qeveria italiane konfirmoi se do të mbështesë dialogun politik të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Duam të mbërrim në atë që do të bëjmë pjesën tonë në hapjen e negociatave politike, në fillim duhet të mbyllim ato teknike. Dhe siç e thash më parë, prandaj unë shpresoj që kjo gjë të përkojë me marrjen e kryesisë nga ana e Italisë. Nëse kjo ndodh, ne do të mund të bëjmë çdo gjë për të ndihmuar Shqipërinë në atë kohë. Sigurisht duke ndihmuar ato në fazën teknike, me seriozitet, por edhe brenda afateve të nevojshme për ta bërë këtë, sepse sigurisht është një kohë për të mbyllur negociata teknike nga tani deri në fund të vitit 2028, por ajo që na duket neve shumë kohë, kundrejt burokracisë europiane, mund të mos jetë shumë kohë. Ne e dim këtë, pra do të thotë që ka një punë për të bërë së bashku. Kryeministri i Shqipërisë ndërkohë deklaroi se edhe me Athinën janë sheshuar problematikat dhe sipas tij kur Meloni të marrë kryesimin e negociatave politike, nuk do të ketë nevojë të tërheqë veshin Kyriakos, kryeministrit të Greqisë. Është me vërtet shumë e madhe. Nga gjërat që në dukje janë të vogla, por në thelb janë shumë të rëndësishme, deri tek gjërat më të dukshme, më të rënda, si për shembull koha kur Gjorgja do të jetë në krye të Këshillit Evropian dhe unë mezi pres ta shoh një ditë të tillë, të mbërri në një ditë të tillë. Por për sa i takon të tjerave, do të doja të thosha që nëse ne do të bënim një provë dhe do ta hiqnim Italinë nga kuadri i jetës shqiptare të 35 viteve të fundit dhe do të përpiqeshim të kuptonim se ku do të ishim sot, e sigurt është që Shqipëria nuk do të ishte vendi që është sot, por do të ishte në kushte shumë më të ndërlikuara. Dhe këtë gjë nuk mund ta them për asnjë vend tjetër. Posso tranquillamente sottoscrivere, diciamo, la mund risposta. ta nënshkruaj plotësisht dhe qetësisht atë përgjigjen e kolegut. Padyshim, nëse ne Kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni tha ndërkohë se homologu grek dhe të gjitha autoritetet atje kanë punuar ngushtësisht për të mbështetur anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.